Armë, municion dhe pajisje të tjera ilegale ka gjetur policia të Shtunën gjatë operacionit në podrumin e një ndërtese të banimit kolektiv afër sheshit Car Lazar në Mitrovic të Veriut, komune cila banohet kryesisht me serb. Sipas njoftimit të policisë, gjatë kontrollit janë konfiskuar pushkë automatike, pushkë gjahu 50 fishek, kondak pushke, një palë pranga, mbajtës pushke, mas kundër helmeve me çantën e saj, këllëf arme dhe 5 karikator të zbrazët. Për rastin është informuar prokurori i shtetit, i cili ka urdhëruar iniciimin e procedurës për mbajtje nën pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar të armëve. Autoritetet kanë bërë të ditur se aktualisht nuk ka persona të arrestuar dhe se hetimet vazhdojnë. Pas këtij aksioni, ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sveqlla ka thënë se nuk ka më strej për kriminalet apo elemente të tjera që cënojnë sigurinë e shtetit. Asnjë pjesë e territorit të Republikës sonë nuk është më streh as për kriminal e as për armatim apo elemente të tjera që cënojnë sigurinë e vendit tonë. Në qendër të Mitrovicës së Veriut, në bodrumin e një ndërtese kolektive, sot janë gjetur 2 armë, municion i llojeve të ndryshme, karikator, gazmask e pranga. Mbetemi të përkushtuar ndaj rendit dhe ligjit, sigurisë dhe stabilitetit për qytetarët tanë dhe për Republikën tonë. Një javë më parë, policia ka gjetur në Mitrovic të Veriut edhe uniforma ushtarake, antiplomb, karikator të armës së gjatë AK-47 me municion si dhe mjete të tjera ushtarake. Ato dyshohet se i përkasin autorit të shpërthimit që vrau 2 vjet më parë, reshterin Afrim Bunjaku.